Përshëndetje të nderuar miq të gazetës Lajm dhe Lajm TV. Jemi së bashku në emisionin Pika e takimit. Sot mysafir në studio kemi nderin të kemi profesorin universitar Zotri Bashkim Selmanin, me të cilin do të bashkëbisedojmë për tema aktuale, si nga sfera e ligjeve apo e kushtetutës, po ashtu edhe nga çështjet tjera të politikës ditore. Zotri Selmani, mirëseardhët. Faleminderit për ftesën, ju kërësisht për punën tuaj, ekipin tuaj dhe ju dëshiroj suksese që gjithmonë jeni aty ku është realiteti kombëtar. Faleminderit, kënaqësia është e jona që kemi mysafir sot. Profesor, do të fillojmë këtë bashkëbisedim me një temë e cila është aktuale dhe që u riaktualizohet tani përsëri. Studentët kanë paralemëruar protestën e radhës, që do të jetë protesta e dytë, për të kërkuar dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Nga ana tjetër, duket edhe përfaqësuesi qeveritar, po ashtu edhe kryeministri Mickovski, sikur kanë shprehur vullnetin e mirë për ta zgjidhur këtë çështje, ndërkohë është formuar edhe një grup pune, i cili është optimist se do zgjidhet kjo barë që është për studentët shqiptar. Po si mendoni ju, a jeni ju optimist për zgjidhjen e kësaj çështje dhe nëse zgjidhet, cila është ajo baza juridike që mund ta rregullojë këtë punë? Po mbas aspektit legjislativ dhe realizimit të terren, ne gjithmonë kemi raste të hidhura përse përket zgjedhjes së problemeve. E para mund ta analizojmë në aspektin legjislativ, sepse edhe ato pakta arritura që janë bërë me marrëveshje, fatkeqësisht administrata gjithmonë gjen labirinte për të penguar atë realitet, apo siç e quajmë ne, drejta natyrore. Pra drejta natyrore i përket gjuhës anëtare, e cila fatmirësisht ne kemi shkollën e mesme, fakultetet, dhe kjo përbën atë legjislacionin dhe unë më tepër më shqetëson fakti se si interpretohet nga pala maqedonase, se si mund të bëhet gjyqtare kështu me radhë, po të nuk flasim ne për si të mund të bëhet gjyqtar, prokuror, ndërtar kështu me radhë. Mirë, po këtu është pengesa e qasjes në barazi. Sigur format të cilat duhet të realizohet një drejt, dhe këtu me të drejtë kanë studentët që protestojnë, për arsye se ata protestojnë për të drejtën e qasjes. Dhe kjo është një nga segmentet bazë të barazisë së qasjes, të cilët e lejojnë të gjitha ligjet pozitive, po ashtu edhe aspekti kushtetues. Pra, protesta apo shqetësimi i tyre si student është identifikohet si çështje me të cilën nuk janë zgjidhur çështjet ashtu siç ne kemi sakrifikuar dhe kemi dhënë kontributin tonë më të madh, duke respektuar gjuhën tjetër, mirë po nga ana tjetër korrektësia mungon, si në aspektin institucional ashtu edhe në aspektet e caktuara që shpeshherë duhet ose kërkon vullnetin politik, dhe problemi është se kur të drejtat natyrore vendohen në sirtar vullnetit politik, ato çështje nuk marrin fund. Edhe po të marrin fund, do të marrin ose fund të mangët, ose pik për aspektin e të arriturave politike. Kjo është e para. Dhe dyta, po ashtu, mua më vjen shumë keq që ne i përkasëm asaj plejade të studentëve që kemi protestuar në Prishtinë gjatë gjitha viteve të studimit, edhe ajo rezultoi me pavarësinë e Kosovës. Mirë po, nga ana tjetër, ne si plejadë shohim se ato të drejtat të cilat u arritën me shumë sakrificë, me shumë mund, vallë ku gabuam ne si shoqëri, dhe cilat ishin shkaqet që ne e tolerojmë që sot ato protesta që kemi bërë ne, dje sot do t'i bëjnë edhe fëmijët tanë. Pra, është pjesë e përgjegjësisë, nuk largohet askush nga përgjegjësia, për arsye se forma dhe mënyra e trajtimit institucional është fatkeqësi se kemi ditabore mes zhvillimeve të përgjithshme politike, ekonomike, sociale kështu me radhë, dhe taborin mund ta ndajmë se maqedonasit ata shohin shtetin e tyre si shtet binacional, shtet vetin ose forma të caktuara, edhe shpeshherë kanë një qasje retorike kur dalin jashtë të përfaqësojnë Maqedoninë si Maqedoni qytetare, ndërsa kur vinë brenda e trajtojnë në aspektin legjislativ dhe kushtetues si shtet Maqedonas dhe asgjë tjetër që njohin dhe të tjerë. Dhe kjo përplasje krijon shumë shqetësime tek qytetarët, përsa ndaj edhe në ato labirintet juridike
Dhe unë mund të shoh Maqedoninë si një administratë shtetërore e cila shkakton dëme qytetarëve. Kjo është ajo faza me të cilën ne mund të flasim edhe të reflektojmë edhe pjesa tjetër, nacionalizmi i tepërt. Besoj që është bërë nacionalizmi i tepërt nga X persona, të cilët zakonisht godasen, armiqësia është dikun tjetër, nuk është të shqiptarët. Ne kemi qenë shumë korrekt edhe në aspektin politik e kështu me radhë, e viktizohet vetveten, derisa e zgjodhi emrin me Greqinë dhe vazhdojnë tash edhe për plasjet e tjera. Dhe nga ana tjetër dihet kush janë armiqtë e maqedonasve, do të japin një kaj tjetër dhe kjo neve na shqetëson në përgjithësi, sepse shpeshherë atë nacionalizëm personal, individual, shoqëror, shpeshherë e realizojnë edhe nëpërmjet ligjit. Dhe kjo është shqetësimi me cilën ne gjithmonë gjendemi në një ngërç edhe juridik, por edhe politik. Por unë shpresoj që studentët do t'i arrijnë qëllimin, përveçse se është një drejtë reale, e tash a ka mundësi, a mbajnë përgjegjësi, gjithë ne mbajnë përgjegjësi, sepse gjithë ministrat kanë qenë shqiptarë, dhe kjo është një alarm nga garnitura e kaluar që kanë qenë pa kujdesshëm dhe kush nuk ka kryer detyrimet e tyre në kohën e vendit të dur. Po ashtu edhe për pushtetin aktual, se qasja është shumë më serioze se sa e shohin ata, sepse e drejta e gjuhës është e drejtë shkencore. Në përmendëm në fillim se thonë si do të bëhet gjyqtar, prokuror, notar, dhe kur shohim nga ana tjetër që gjithë studentët tanë që dalin jashtë janë prokuror, janë gjyqtar, janë pedagog universitar në gjithë botën. Dhe numri i shqiptarëve që ka rezultate, po me atë gjuhë, nuk diskutohet, në gjithë gjuhët e huaj të japin. Por këtu është pengesa e barazisë në qasje. Dhe plotësisht i përkraj, kam qenë ndër të parët që i përkraj, do t'i përkraj edhe në të ardhmen, për arsye se këtu bëhet fjalë për qasje në barazi. Me thonë, këto e mundson. Pastaj, nëse shpresojmë se do zgjidhet kjo dhënia e provimit në gjuhën shqipe, po pastaj do të ngele edhe ajo sfida e dytë që pastaj të fillojë të zbatohet edhe brenda procedurave gjyqësore. Mendoj se kjo zgjidhja e kësaj do të nxjerrë pastaj edhe kërkesa të tjera. Plotësisht shumë e drejtë. Është fakt se unë nuk e kam idenë, me thënë studentët çfarë kuptimi kanë për rolin e tyre, ne i përkrajmë sipërfaqësisht, kështu në gjitha format e mundshme. Mirë po doja që qasja të jetë më zgjeruar, sepse ne aty kemi jo vetëm provimin e gjyqësarit, që thuhet jurisprudenca, është provimi notaris, është e përmbaruesve dhe gjitha të tjera, jo vetëm në aspektin juridik, por kemi licenca të gjitha profesionet, duke filluar nga mjekësia, farmacia dhe provimet shtetërore, është e garantuar dhe duhet të jepet në atë gjuhë që është e studiuar. Kjo është pengesa shumë reale, sepse gjitha licenca duhet të jepen në gjuhën anëtare, edhe sa më mirë që të kuptohet gjuha, aq më kualitative, aq më mëtësi dhe aq më lehtë të zgjedhjet çështje. Mirë po këtu thjesht përballemi me një nacionalizëm të papar, nga një ranë dhe nga ana tjetër, atë që përmendëm në fillim në decenit e kaluara, shpeshherë ndodh që toleranca e shqiptarëve më tani më ka humbur kuptimin, edhe pse duhet na përfaqësojnë. Paktën kështu kam mendim personal. Kuptoj. Profesor, një çështje tjetër që diskutohet kështu ka aspekti i ligjeve dhe kushtetutës është edhe çështja e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Siç e dimë, ka funksionuar ai me mjeti i balancuesit gjatë punësimeve në administratën shtetërore, mirë po ajo u shfuqizua nga gjykata kushtetuese dhe tani pushteti aktual deklaron se është përgatitur një ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat dhe ai ligj ka kaluar edhe në qeveri dhe tani vetëm pritet që të futet edhe në procedurat brenda kuvendit. Po qeveritarët thonë se ky ligj është shumë më i fortë se sa balancuesi, ndërsa opozita shqiptare deklaron se heqja e balancuesit, domethënë nuk do të zaventësohet me ndonjë mjet më të mirë. Si mendoni ju, një ligj për përfaqësim të drejtë adekuat, do të kishte qenë një zaventësues i mirë i balancuesit? Po tani pikërisht unë këtu e kam identifikuar si çështje janë të arriturat më të mëdha të shtetit Maqedonisë dhe janë ditë dështimet më të mëdha në të cilën Maqedonia humbi rrugën e aderimit në Bashkimin Evropian, po ashtu dhe humbi besimin ndaj faktorit të brendshëm, institucional dhe faktorit ndërkombëtar. Di komponentet bazë me të cilën Maqedonia duheshte të marrë kaj tjetër të zhvillimit dhe luftimit me krimin dhe korrupsionin, ishte prokuroria speciale. Pse i ndërlidhin këto di komponentet?
Prokuroria speciale u bë për të shmangur të gjitha devijimet në institucione të krijuara nga pjesën e parë. Po të shëndot një çështje, atëherë ne sot gjysmën e politikanëve do ta kishim, do të përballeshin me drejtsinë dhe ne do të kishim komplet një situatë tjetër. Çfarë ndodhi? Pikërisht krimi dhe korrupsioni institucional e ngëlltiti prokurori. E dyta tash, kur vim te balancuesi, për gjitha sakrificave që bën shqiptarët, duke filluar që nga marrëveshja ore, që mund ta përmendim në vijim, është një nga segmentet më të arritura, si garancë juridike, pikërisht ishte balanceri ose balancuesi. Vetë fjala kuptim do thotë që balanson kur të dy palët duhet të mbështeten në një pikë të përbashkët dhe për të respektuar qoftë nëpërmjet të besimit institucional, për arsye se shqiptarët dihet dolën nga lufta, dhe ajo ka qenë vetë një mënyrë me të cilën nuk u lejohesh të shtetit dhe maqedonasve që të prekin dhe përbuzin një të drejtë nëpërmjet ligjit. Tani çfarë ndodhi? Pikërisht këtu është problemi më esencial. Atë balancues njëjtë e pat fatin sikur prokuroria speciale, që do thotë se të gjitha ajo debate që ndodhin në shoqëri, kishte mendime pro dhe kontra, dhe nga ana tjetër arsyeja e vetme që u plasua në publik ishte se patë keqpërdorime të individëve të caktuar duke ndruar nacionalitetin. E tani tash, pse duhesh të ne ta hekum komplet balancerin, dhe nga ana tjetër sot i kemi në liri keqpërdoruesit që keqpërdorën balancerin. Shihni tash pjesa e parë, keqbërësit shpëtohen. Pjesën e dytë tash, kush ishin, ne nuk e dim si publik se në çfarë forma u keqpërdor dhe kush kanë qenë individet që e kanë keqpërdor dhe është sjell një vendim përkatës publik që ne të kuptojmë se me të vërtet ka qenë keqpërdor. Mirë po nga ana tjetër, nëse shohim si kom dobësit dhe mangësit, po ashtu dhe forma me të cilën dhe pse ishte i vetmi mjet i sigurt, paktën unë kam bindjen aty juridike, e cila arritja dhe pse ishte bazë esenciale, prap nuk kulmoi, sepse edhe në sot e kësaj dite ne kemi shumë institucione që janë të paprekura, dhe tash kur sillet një ligj duhet shifet se atë ligj ne nuk e kemi parë, as është bërë publike, as e dim kush janë anëtarët e atij komisioni, dhe kjo është ajo tragjedia më e madhe, dhe pyes shpeshherë thon kush i bën këtë ligj, kush janë këto komisionet që i bëjnë. Pikërisht janë komisionet të cilat nga pavarësia e Maqedonisë deri ditët e sotme asnjëherë nuk i kanë ndryshuar, janë të njëjtët individ, të njëjtët persona, mos i themi me emra kështu një nga një, dhe ato gjithmonë ato drejta që arrihin në aspektin politik dhe janë prodhimi i çështjeve politike, shpeshherë humbin nëpërmjet këtyre labirinteve dhe ajo nuk i bën nder as shtetit as neve, sepse vetë shtetin e ka shndruar një administratë, më tepër e shoh një administratë e cila shpeshherë godet palët, godet dhe vetveten, po ashtu dhe imazhin e shtetit. Shteti është aparat shumë i madh, edhe ai duhet të mirëmbahet, duhet të plotësohet me mirëbesim, për arsye se ne dulum nga konflikti, dulum nga një luftë shumë agresive, mirë pa ajo luftë nuk i arriti qëllimin dhe synimin e duhur, për arsye se ne jemi vetëm kom me të cilën në marrëveshjen e orit nuk pat përpilues shqiptar, por fatkeqësisht pat vetëm nënshkrues, dhe ato nënshkrimet që ndodhen, fatkeqësisht aty pala maqedonosi shumë i përgatitur, lejthiti edhe faktorin ndërkombëtar, edhe faktorin e brendshëm, edhe dihet se gjithmonë pala shqiptare ka qenë toleruese, ato që e fillon luftën nuk ishin të pranishëm e kështu me radhë, mirë po përsëri këto ndodhi siguria juridike. Sepse në çdo marrëveshje duhet të ketë 3 elemente bazë: pëlqimi mes palëve, barazia mes palëve dhe garanca. Barazia ishin armët. Momentin që u morën armët, u prish edhe marrëveshja. Unë gjithmonë e them këtu. Marrëveshja është prish nga momenti që nuk pat një strategji, sepse çdo marrëveshje në nivelin ndërkombëtar që ndodh, brenda saj duhet të ketë edhe siguri juridike. Ne sot e kemi shumë problem se kujt i drejtohemi për të padrejtësi. Pra kjo është ajo duhet faktorin ndërkombëtar gjithmonë të i drejtohemi. Jo, ne faktorin ndërkombëtar aty tash ka disa variante, unë kam marrë edhe një iniciativë për marrëveshjen e orit për të kontestuar në nivelin ndërkombëtar. Aty thuhet se janë garantues Komisioni Evropian, Këshilli Evropian, SBA, NATO, OSBE dhe kështu me radhë.
Mirë po është shumë i përgjithësuar, nuk është decide se kujt i drejtohemi dhe çfarë forme duhet bërë. Dhe nga ana tjetër, këtu kemi dhe di përplasje pse është me rëndësi, sepse kur shkom në unë tani e kuptova se në faktorin ndërkombëtar përse përket Komisionit Evropian, atje thuhet se ka dokumente, unë nuk kam rënë ndër ato dokumente, përse se nga pala shqiptare nuk ka asnjë ankimim ndaj faktorit ndërkombëtar dhe thuhet se gjithë të drejtat e shqiptarëve janë të realizuar në aspektin politik, edhe në aspektin e brendshëm dhe në aspektin ndërkombëtar. Dhe shpeshherë ne kemi përplasje të padrejtësitë që sot ne insistojmë të nxjerrim në sipërfaqe dhe pikërisht pala maqedonase këto dobësi tona të komunikimit shpeshherë i shfrytëzon në mënyrë perfekte. Profesor, ju pak më herët e përmendët se për këto çështjet e gjuhës edhe ju kur keni qenë student keni protestuar dhe tani normalisht na vjen keq se edhe fëmijët tanë, siç e thatë ju, edhe studentët tuaj tani duhet protestojnë për të njëjtat çështje. Mirë po ne këtu e patëm një konflikt në vitin 2001, i cili pastaj rezultoi me marrëveshjen e Ohrit. Dhe sot kur jemi duke biseduar për të njëjtat çështje, gjuha, përfaqësimi adekuat, punësimet e të tjerat, tani ku qëndron problemi? A qëndron problemi te teksti i marrëveshjes së Ohrit dhe është dashur me kohë ndoshta të futen atë edhe të drejta tjera, apo marrëveshja e Ohrit është një marrëveshje ideale, mirë po mungon, siç e thamë edhe pak më herët, vullneti nga pala maqedonase për të zbatuar marrëveshjen e Ohrit. Unë besoj që marrëveshja e Ohrit ishte një pakt i dal nga di segmente, pala maqedonase nuk i trajtonte shqiptarët si pjesë autoktone e vendit, në nga anën tjetër pala shqiptare gjithmonë u revoltuan, siç jemi aktualisht të revoltuar. Në drejtësi ka një rregull, thotë të drejtat nuk jepen, nuk dhurohen, ato duhet të mbrohen dhe duhet të fitohen, por edhe nëse fitohen duhet të ruhen dhe të sigurohet siguria juridike nëpërmjet ligjit dhe aspekteve kushtetuese. Unë kam bindje se çështja shqiptare në Maqedoni ka një pjesë historike të vetën, ka aspektin politik, po ashtu dhe ka aspektin ekonomik. Përse përket dobësive, shqiptarët nuk arritën që të lexojnë gjendjen faktike. Cila është gjendja faktike dhe çfarë nuk kuptojnë me pronësinë shtetërore. Pronësia shtetërore do të thotë që çdo vend, çdo fshat, çdo qytet, autoktonia e tyre fillon që nga varrezat. Ju keni vënë re shpeshherë varrezat janë i vetmi proces që nuk vdesin, dhe ata që kanë varrezat kanë edhe sovranitetin edhe autoktonin për të drejta kushtetuese. Dhe ne këtë i kemi. Fatkeqësisht është këto 5 elemente, se përket sovranitetit, se përket pjesëmarrës sovrane ose bash sovranitet që do ta quanim, ne nuk arritëm në aspektin politik të këtë gjendje faktike ta prezantojmë edhe në aspektin politik, me të cilën duhet të kërkohet me të drejtat reale dhe të gjendjes faktike. Gjendja reale dhe faktike nuk kupton për të qenë pjesë sovrane, duhet të kemi disa elemente. Aspekti është geografik, duke filluar nga Struga Kumanova, pozita e varrezave, që është pronësia, aspekti juridik, ne sot administrojmë mbi 15 komuna, edhe tash çfarë ndodh shpesh neve na thuhet se dhe të tjerët. Dhe kur thuhet të tjerët, kemi nocion shpeshherë na irriton neve gjithëve se të tjerët kush i ka 15 komunë. Kuptoni ku është problemi i bazë. Tash ke pala maqedonase se është krijuar një situatë se ne kërkojmë gjithçka, ato duhet na japin gjithçka. Por diametralisht jemi të kundërt, sepse pakti, marrëveshja e Ohrit që është bërë, të di palët u kanë ikur situatave dhe kanë minimizuar. Përsandaj të shihni nëse fillimi i marrëveshjes së Ohrit si është bërë, edhe tani nëse analizojmë do të shohim se unë ju tregoj vetëm një rast të marrë të interpretimet. Shumë kohë ishte kur deputetëve u lejoheshte të flasin në gjuhën shqipe, dhe ati thonte të marrëveshja e Ohrit është deputeti ka të drejtë të drejtohet në gjuhën e 20%. Këta interpretohen deputeti ka drejtë të flasë. Pra, dhe sobrati, dhe sforua. Ka një labirint juridik që është një cinizëm shumë i madh. Ato termet, varësisht si përkthehen. Po këto janë shumë kushtueshme në aspektin e ligjit. Nuk mund të bësh ti ligj të sjellish pastër komisionit të kesh maqedonase, unë nuk e di dhe ligjin për gjuhën shqipe kush ka bërë. Kom pyet dhe vazhdoj të pyes dhe sot. Nëse dikush ka bërë dhe një ligj, a ka mundësi të na tregojë se çfarë nuk kupton ligji? Ligji ka një prejardhje historike, në të cilën në aspektin historik më janon liksin
institucioneve dhe njerëzve që bëjnë dëm dhe zullum. Dhe prandaj bëhet ligj për të manjanuar ligësinë. Ne jemi vetë me cilën me ligj e shtojmë ligësinë, sepse ai duhet krijohet mbroj dignitetin, mbroj proceset e caktuara. Dhe ne nuk arritëm që t'i përkapim këto elementet. Bashkësuverenitetin, bashkëbarazinë, bashkë ekonominë, do shihni të është pjesa edhe ekonomike. Gjithmonë shqiptarët trajtohen edhe si mund ta quaj hajna ose viktima, kanë ekonominë, kanë mbledhur kështu me radhë, dhe nga ana tjetër thomë se komplet struktura ose në kapitalin shtetëror shqiptarët as me 1.9 nuk bëjmë pjesë në infrastrukturën strategjike industriale të shtetit. Dhe kjo është ajo forma me të cilën edhe maqedonasit nuk e kanë vullnetin e mirë për shtetin, se po të ishin ata kishin më shumë dhe dëshuri ndaj shtetit, atëherë edhe ne do të kishim atë pjesën, se ne kemi shërbej kësaj dhe dëshuri, në tolerancë me viktimizim e kështu me radhë. Mirë po asnjëherë para maqedonas se të paktën unë kam bindjen se nuk ka qenë korrekt, dhe atë korrektësinë shpeshherë insistojnë edhe ato pak drejta. Unë shpeshherë them se ne jemi vetëm një kombë me të cilën kemi bërë luftë, dhe nga lufta kemi humbur identitetin, kemi humbur suverenitetin, kemi humbur historikun. Ja këtu shumë, nëse jemi këtë sot jemi në Shkup, 28-ën kur bërë regjistrimi i Shkupit, 50.000 banor ka pas, 48.000 shqiptar, 1.200 bulgar, 120 serb, dhe as pak që përdoret nacioni Maqedon. Mirë po, cili është problemi bazik i saj, ai ka të bëjë me elementet me të cilët në përgjithësi ne nuk kërkojmë që ta rikthejmë të njëjtën, po të paktën mbështetemi në të re dhe trajtojmë kështu si e kemi çështjen. Mirë, por nuk hasim në mirë kuptim. Po. Profesor, tash bisedum për disa ligje, por është edhe një ligj tjetër i cili është bërë shumë aktual dhe i cili ka nxitur kështu shumë përplasje në opinion, është ligji për arsimin e lartë. Tani siç dihet, pa disa versione, disa universitete reaguan sepse deklaronin se ndoshta thyhet autonomia apo diçka, dhe tani ai ligj është edhe në procedurë parlamentare dhe siç duket do të votohet. Pse ky ligj shumë nga pala, posaçërisht nga pala shqiptare, po ka pasur mendoj edhe disa profesorë universitar maqedonas që e kanë kundërshtuar. Çka përmban ky ligj diçka që duhet aq shumë të kundërshtohet? Apo ta them pse u paraqit si ndonjë ligj i keq? Pikërisht ne përmendëm, ligji duhet të eliminojë ligësitë, keqpërdorimin. Në gjitha institucionet që ka pasur lëshime, ka edhe në për institucionet e lartë. Dhe ligjet janë pozitive për nga sjellja dhe për kam përbaqe. Mirë po, janë me vullnet keq. Dhe kjo është qëllimi. Cila është logjika? 3 përfaqësues të ministrisë kanë drejt vote dhe votet e tyre të jetë më e fuqishme se senatin dhe rektorët. Unë jam për kontroll, pra se duhet të ketë, mirë po ligji nuk prekën problemet esenciale në arsim që janë. Dhe këtu është problemi i bazë. Unë nuk pata rastin që të flasë edhe, ja këtu për shembull e shndrova atë indeksin e, ja këtu e pata, për shembull për arsimin e lartë. Thjesht e bëra indeksi, si ato kërkoheshte indeksi ndërkombëtar për çështjet e ligjit, dhe ne do ta shkret përgatitemi për aspektin ndërkombëtar, indeksi punimit shkencor ato, dakor, ne jemi për ato, por ne kur insistojmë përgatisim komplet mënyrën dhe qasjen, e largojmë gjendjen institucionale, se ne duhet të krijojmë gjendjen faktike, dhe gjendja faktike arsimi duhet të shërbejë shoqërisë aktuale dhe duhet gara të jetë këtu mes nesh. Edhe prandaj unë shpeshherë i them se çfarë mungon këtij ligji, ja këtu e kemi bërë indeksi shtetëror i integritetit, edhe të studentëve, edhe të individit. Ligjit i mungon indeksi shtetëror i integritetit akademik, korrupsioni që është aktiv dhe pasiv, se pse është korrupsioni një nga problemet bazë në arsimin e lartë dhe kudo. Edhe një notë ta falni, do thotë që ju jeni pjesë e korrupsionit. Ne i dimë se çfarë ndodh, nuk është prek kjo as pak. Politikanët nuk do të jenë pjesë e auditorëve. Nuk mundet ju të shtroni funksion të jeni ambasador, të jeni ministër, dhe paralelisht mbani të jeni angazhuar në mësim dhe të humni orë dhe mos i mbani. Pasandej mandatet, verifikimi, vitingu thirrjeve akademike, qasja barabartë punimit shkencor, disiplina akademike, mbikëqyrja shtese provimeve, profesor që mban student me vite, shembull them. Këto janë një ser mënyrash
barazia me vlerësimin, se shpesh herë ndodh ne përveç kësaj që kemi padrejtësi brenda që ndodhin, këto shumë thjesht mund të eliminohen. Mirë po ky ligj nuk sheh asgjë të këtij. Dhe kjo mua shqetëson. Ndahen pasandaj profesorët ordinar, pse duhet ndahen? Ligji i barabartë do të vlejë për gjithë. Ju pat ligjin paraprak kur ndodhi për notën mesatare. Atëherë më është kam reaguar shumë edhe e kemi marrë në qafë një mas më të mirë të punonjësve shqiptarë. Kur notën mesatare dirë se shku Prishtinë se nuk jepeshte nota, nuk mund që ta marrën notën mbi 6 se 6, atëhershme ishte 10 e sotshme definitive. Sollën ligj në mënyrë retroaktive që atyre u mohoshte e drejta që mos kenë mbi 6. Dhe çfarë ndodhi, hapën hapësirë, këto me 10 tash i kanë marrë gjithë athirit. Me thonë këtu, për mendimin tim, duhet të koordinohet një qasje dhe ky ligj do të jetë me mundësi të verifikohen. Vetëm kështu është ligji pozitiv. Prandaj ato më tepër insistojnë që të futin elementin shtetëror brenda shtetit, po shteti ka mekanizma se si i kontrollon gjitha institucionet, është inspektorati, qësimi të lartë, kështu me radhë. Dhe nga ana tjetër, ju e patë në Universitetin e Titovës, nuk ja mohua për shembull drejta doktoraturës. Nga ana tjetër shohim Universitetin Kiril Metodi, Shtipit, Manastirit, me mira doktoratura kanë lëshuar. Pa e njohur gjuhën zyrtare në Maqedoni. Si kanë doktoruar ata njerëz, çfarë formë është marrë, kështu me radhë. Prandaj them se nuk janë prekur elementet bazë të cilat e pengojnë zhvillimin real të arsimit lartë në përgjithësi dhe kjo bën një nga problemet që besoj në të ardhmen më tepër e shoh si një qasje e kontrollit më të detajuar, ku vetë ministrit jepet shumë kompetenca që ai të ketë të drejtën e votës nëpërmjet pedagogëve kështu me radhë. Dhe nga ana tjetër nuk mund t'ju të sillni një ligj pozitiv për universitetet dhe pa pranimin e universitetet. Flas për ato komision. Njëjtët komisione janë që i bëjnë gjitha ligjet, qoftë për balancuesi, për përfaqësimin, për arsimin e lartë, arsimin e mesëm, gjithë janë njëjtët njerëz, sepse asnjëherë këto njerëz nuk dalin. Se nuk kemi ne përfaqësues nga universitetet shqiptare dhe atëherë si mund të flasin dhe pse duhet ta pranojmë atë ligj. Mirë po, nuk është betejë reale. Edhe qasja kur u bë merret autonomia më tepër u koncentru këtë çështje, mirë po duhet thuhet se cilët janë shkaqet, çfarë kemi prekur dhe çfarë duhet ndryshuar. Ju e keni pjesën e jo vetëm në universitete, keni shkollat mesme, keni shkollat fillore, do të shihni mësuesët janë shndruar në administrator. Çfarë kushton shtetit që të krijojë 20 administratorë në shkolla? Edhe të mbahet evidencë e orëve se si mban një profesor. Dhe profesori duhet ose mësuesi të orientohet me çështjen reale. 90% kujdesi i mësuesve është energji shumë e madhe, argjohet në ditarin elektronik, ditarin fizik, ardhja, mosardhja, problemet kanë ndryshuar mendësia e gjeneratave të reja, dhe pikërisht gjithë ato ligje që ndryshojnë nuk e ndryshojnë gjendjen faktike. Kjo është ajo psikologjia e ligjit që me të vërtetë duhet krijojë një qasje më të mirë dhe ligjet që sillen duhet të bazohen në gjendje faktike. Qëse ne për shembull kemi pas bllokun para 50 viteve problem, ne sot duhet ta përshtatim atij ligji. Dhe ligjet çfarë ndodhin? Gjitha ligjet që ka sjellë Maqedonia, të legjislacionin sa, thoni me mia mbi 1200 ligje që unë ç'ni përcjellim më tani ligjet, do të shihni që asnjë ligj nuk e ka reviduar, thosë se ky ligj nuk ka qenë praktik. I pasu me mira kompjutere në shkollat fillore dhe të mesme. U humbën sa tendere, sa miliona kushtohen ato, cili është efekti, cili është llogaria. Prandaj them se çdo ligj duhet të jetë më afër gjendjes faktike për të ndryshuar pjesën pozitive dhe gjithë ne jemi të interesuar si qytetar për të pasur arsim të lartë cilësor, edhe pse për çështjen shqiptare besoj se që tani më ne kemi pasur nevojë për një shkollim masiv, edhe nuk ka qenë çështje problematike sepse shumë institucione, shumë kuadra na kanë munguar, ne sot në të gjitha profilet i kemi, por duhet të studiohet, ja për shembull, Slovenia ka në çdo 10 vite nuk akrediton fakultetin e stomatologjisë ndalon. Edhe ne për shembull, pse duhet ta kemi fakultetin e drejtësisë kur aktualisht nuk ka një planifikim në raport me asaj çfarë nxjerrim kuadrë dhe si sigurohet vendi punës. Pra nuk ka një pjesë e analizës sepse nuk ndëgjohet inteligjenca e kombit. Kur nuk ndëgjohet inteligjenca reale e gjendjes faktike, dhe shihni kur është themelur ligji i ndjemet tabulave, fillimisht ka qenë 10, por dy tabela janë shtuar nga njerëzit e zgjuar, është marrë mendimet e zgjedhjeve
pozitive. Kjo është. Profesor, tani do dalim me një temë tjetër që ka të bëjë më shumë me këtë sferën e politikës, jo të ligjeve dhe të kushtetutës. Gjatë viteve të 90-ta, kur janë themelu partitë e para këtu në Maqedoni, janë themelu si nevojë e kohës për shkak se është ndryshuar sistemi nga monist në pluralist, dhe sot, do me thonë pas 36 vitesh, është krijuar një botkuptim se PPD-ja ose kohë ishte parti e intelektualëve. Dhe kur e themi këtë, më njerë këto partitë aktuale që janë tani sikur ndjen në deficit, sikur këto nuk janë parti të intelektualëve. Mirë po si mendoni ju ku qëndron arsyeja se pse sot në ato organet më të larta partijake apo në politikë në përgjithësi nuk kemi shumë intelektualë. Dhe çka duhet bëjnë partitë, domethënë që t'i hapin dyert pak më tepër për intelektualët? Në aspektin e progresivitetit dhe të drejtat kombëtare shqiptare, dhe vim nga një situatë okupuese me shekuj të ndryshëm dhe përsëri vetëm burimi ishte pluralizmi në atë kohë. Mirë po Shqipënia si u themelu PPD-ja. Pikërisht u themelu nga profesorët mund ta quajmë shkolla e mesme gjimnazie, që ishin një nga pedagogët më të fuqishëm. Kishin një sovran. Çdo individ kishte unin e vet. Nuk e di kujtohet ato shkollat e përzierë paralele kur gjuhë Maqedonë, gjitha institucionet e gjimnazi nuk u prek fal unitetit tyre. Dhe kjo parti u themelu në bazën e intelektualëve, në bazën e dijeve, ku ishte shumë e hapur, ishin të pranishëm të gjitha profilet, qofshin ato politike, juridike, historian, shkrimtar, romancier, letrar, dhe gjithë kontribonin në sferat e veta në formën më të mirë të mundshme. Përsëri e them se me ndryshimin e subjekteve, faktikisht këtu është edhe ajo përplasja aparatit shtetëror. Kur e pa se uniteti shqiptar do të rezultoj, se kjo rezultoj sepse ne sot nuk mund kemi guximin temi të bëjmë një referendum, a duhet të bashkëtojmë apo jo, ato e kanë bërë në atë kohë, me shumë sakrificë të mëdha, mirë po ishte uniteti dhe strategjisë se si duhet të funksionojnë. Mirë po fatkeqësia ndodhi sepse aparati atëhershëm shtetëror, të themi që nëpërmjet sigurisë tyre bëri përçarjen, edhe nga ajo përçarja më faktori politik shqiptar nuk arriti ta marrë veten, sepse e pa mu boje prishja e përfaqësimit politik mund të përfaqësohet edhe nga jo intelektual ose grupet të cilat individuale kishin senimet, nuk i kishin prioritet adetarizmi, nuk i kishin prioritet komin, edhe asaj themi edhe në jetën e përditshme, nëse largohesh nga adetarizmi, largohesh nga Perëndia, atëherë je i turpëruar dhe i varfëruar. Dhe fatkeqësisht këtë turpërim dhe varfërim dhe sot që ndodhen, pikërisht është këtu, sepse shpesh herë kur bëhet fjalë për kualitet, për cilësi, edhe një thonjë thotë një komb që nuk e trajton intelektin e vet, nuk e pranon si të tillë, ai thotë nuk ka nevojë për armiq dhe ne përballemi me armiqësi. Unë për çdo gjenerat nxjerrim nga 100 student, beson për atyre të jeti shumë mirë se ne kemi 10, 12, 15, me 10, 00. Ku janë ato njerëz? Humbin. Pse? Sepse gjithmonë insistohet nga ajo individualja. Dhe tash kur e përmendim se ligji dhe kuptimi i misionisë dhe vetë politikës së Maqedonisë, ato gjithmonë kanë pasur tendenca për të mohuar një të drejtë shqiptar. Mirë po, duke mohuar të drejtën e tjetër, ju e pengoni dhe zhvillimin tuaj. Sepse Maqedonia edhe në aspektin ekonomik ishte barabartë me Sloveninë. Mirë për çfarë ndodhi? Ndodhi ajo sikur pjesa njëra palë ishte interesuar për të zgjedhur dhe zhvatur shtetin, sepse patë nacionalizmi ose rruga me lehtë për të zhvatur shtetin është bërë nëpërmjet raporteve ose çështjeve ndërnacionale. Dhe kjo është bërë mjet i fuqishëm i politikës dhe politikanëve, në të cilën pikërisht kanë arritur me gjithë ato sukseset të kenë, flas për devijimet, edhe shpesh herë më nuk ekziston etika, nuk ekziston morali, nuk ekzistojnë çështje të tjera, me të cilën duke ditur se edhe faktori ndërkombëtar Maqedonisë e pat sikur të përgdhelur dhe duke ruajtur stabilitetin,
ato e ruajtën në korrizin dhe në viktimizimin e shqiptarëve. Unë përmendat që në fillim se ne jemi vetëm kom që kemi dalë nga lufta dhe jemi i vetëm kom që kemi humbur identitetin kombëtar në asnjë vend botës e drejta natyrore, e drejta frimarrjes nuk ekziston. Pse e pranuam ne atë pagëzimin matematikor, ja shihni dhe sa kohë na duhet neve për 20% riparuar, flas për 20%, edhe 20% që os pak nuk është mbështetje reale dhe juridike kushtetuese. Për shembull, nëse jemi në 20 persona në Strumicë, thot ku 20% kanë drejt të flasin. Edhe në Strumicë, nëse jemi 20 persona, ne kemi drejt edhe të flasim edhe të shkruajmë. Strumicë nuk e identifikon. Dhe çimni këtu ato pengesat, dhe shihni te çështjet e interpretimeve, çështjet e pozitive, gjithmonë një lënë hapësirë që shteti ndërhi nëpërmjet neneve ose nëpërmjet diapazoneve të caktuara, që shpesh edhe ato drejt, pak drejt, në përmendjen e Balanseri përmendën gjitha këto piket. Vullneti i keq i legjvansit shpesh e minimizon dhe cënon dinjitetin. Dhe ne gjithë jemi të irrituar. Çfarë ka, për shembull, pjesa e jona ndryshim, që ne kemi protestuar për të njëjtën, për gjuhët, për lirinë e kështu me radhë, sot po përsërit të njëjtët fëmijë. Me thënë 3 decenie janë të humbura nga mos respektimi i inteligjencës dhe nga mos dashja e këtij shteti. Fatkeqësisht, me thënë këto dibut kuptime janë, pala maqedonëse pretendon se është e tyre dhe pala shqiptare pretendon se gjithmonë këto shkaktojnë dame dhe kjo e bën më të ngurfartur. Çështja dhe nuk lejon hapësirë. Dhe kjo është një nga problemet bazë me të cilën lidhja e besës mes maqedonësve dhe shqiptarëve, po ta quajmë si pakt, nuk respektohet nga të dy palët. E para, përsa i përket kësaj çështje. Ne kemi zgjedhje. Në momentin që kemi zgjedhje, ne kemi përfaqësues. Dhe tash, në momentin që zgjedhin të zgjedhës, ju do të shihni që ndrojnë taborin, ndrojnë mendimet. A janë kolektive apo s'janë kolektive? Ju shihni përplasjet që ndodhen mes pozitë opozitë. Çfarë kanë bëu këta, çfarë kanë bëu ato? Ti i ka rrit deri këtu. E para njerë, çdo parti, çdo subjekt që vjen pushtet, prioritet duhet të ketë të ruaj atë të arritur që është arritur. Dhe të vazhdoj të plotësoj të njëjtë. Të ndodh e kundërta. Çfarë bën pozita, e zhbon pozita. Çfarë bën opozita, e zhbon pozita, edhe përsëri neve vetëm mund t'i numërojmë decenjet në vend. Kjo është ajo fatkeqësia më e madhe. Ne sot kemi për shembull 3 fakultete drejtësisë. Le ta thosë njëri ose që ka kërkuar një ndihmë ta përpilojmë një ligj tonë. Qof ligjin për gjuhë, qof ligjin për atë është ligjin për përfaqësimin ose balancuesin. As ligji për universitetet, ligjet e tjera, me mijëra ligje janë sjellur. Ne kemi pas ministra drejtësisë, të cilët komplet komisionet e sjelljes të ligjeve, shqiptarët janë simbolikisht ose edhe as pak nuk janë. Nuk është problemi i përfaqësimit vetëm në pjesën e institucionit, si do të përfaqësohen, po me çfarë përfaqësohen. Ato individ sa janë kualitet, sa janë cilësi, sa kanë unë për interesin kombëtar. Me thonë, këto është ajo pjesa e përfaqësimit. Pse të delegojmë ne përfaqësues për të mbrojtur interesat tonë dhe vota jona është ajo që dirigjon. E tani se si menaxhohet ajo vota për intereset e caktuara, është dëshmuar se nuk është dinjitoze. Të paktën nuk ndaj asnjëri nga subjektet për çështje të caktuara, por mungesa e një strategjie të përbashkët dhe të flitet me një gjuhë të caktuar. Nëse ne nuk flasim me një gjuhë të caktuar në aspektin juridik, do doja edhe këtë ta them se shpeshherë na duken çështje të thjeshta, për nga përmbajtja mirë, por në praktikë janë shumë esenciale. Ju e pat në kohën e BDI-s PDSH para disa viteve, subjekteve të caktuara. Dhe kishin njëra kishte 7 kërkesa, tjetra kishte 6 kërkesa, insistohet edhe kish kërkesa, tani mos ka asnjë kërkesë kur bën koalicionime dhe as që dim se cilat janë shkaqet e koalicionimeve. Mirë, por nëse shkohet në aspektin juridik të shohim këto proceset, të 67 bëjnë 13. Pa nga ana tjetër ne kemi 120 konventa. Dhe shqiptarët e Maqedonisë trajtohen mbas konventave ndërkombëtare. Se unë kinë që këtë ndodhet bëjë një vrasit, i drejtohet dhe i sigurohet gjuha amtare. Dhe drejtë e shqiptarëve trajtohen në bazë të konventave. Dhe konventat që na garantojnë neve shumë drejtë, si që garantojnë minoriteteve tjera, pjesëve të caktuara, dhe kjo është ajo pjesa e kësaj përqindje, hudhja në një pakicë të madhe të minoriteteve, dhe kjo që është pranuar
është fatkeqësi shumë e madhe sepse kur bëhen ligjet, kur sillet legjislacioni, atëherë duhet të reagohet. Fatkeqësisht ndodh te ne që më vonë. Pasi sillen ligjet ne. Pasi sillen ligjet, ja tash për shembull çdo ligj që sillet ne duhet dalëm me propozime të caktuara sepse ka çështje që janë ligji ka procedurë se si aktivizohet ose menjanohet, plotësohet e kështu me radhë. Ju pat edhe zëri universiteteve ish pak më i lartë edhe pat disa plotësime. Edhe kjo është mungesa jonë e emancipimit juridik. Nuk flasim për çështje politike, se shpeshherë ne themi se gjithë politika. Nuk duhet të orientohemi nga politika, për arsye se çdo arritur politike duhet bëhet ligj. E tash këto, kur ka bashkëbisedime politike mes përfaqësuesve politik, parlamentarët se thotë rregull, çfarë kërkonin këto i plotësojnë dhe i plotësojnë aspektin politik si koalicionimi. Mirë po kur vin të jetësohen, të bëhen ligje, atëherë ose minimizohen, ose çikanin e drejtësisë e përdorin njërën palë godasin, tjetrin e përkthejnë. Profesor, një dukuri shumë negative që është në këto dekadet e fundit të shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, edhe të qytetarëve tjerë, po është pak më theksor të shqiptarët, ajo është çështja e emigracionit. Siç e dim, fshatra, domethënë zbrazen, ka raste edhe shkolla kur mbyllen. Si mendoni ju, a mund shteti, a ka mjete domethënë në duart që të përpilojnë ndonjë strategji ose diçka tjetër që të pengojë këtë çështjen e emigracionit? Unë këtë çështje ka disa definicione që mund të themi, po mund të themi se është referendumi i ikjes masive i të rinjve. Referendumi i ikjes masive të heshtër. Dhe kjo për çdo ditë, para se dhe në këto bashkë analizë e bëra, në çdo shkollë ka mbi 30-40 nxënës, qoftë nivelin e fshatrave, qoftë nivelet komunale, kështu me radhë, që marrin fletë shpërngulje. Me thonë, nuk kemi këto vetëm të rritë, po kemi familje shpërngulje. Dhe cila është, ata kur shkojnë nga këto, ikin territor, të shqetësuar. Pse është kjo, pse ndodhen kjo dhe si mundet të verifikohet, se shpeshherë thuhet se nuk ikon nga uria, nuk ikon nga farfreja, kështu me radhë. Mirë po shkojmë nga ana tjetër, e shohim nivelin e gjendjes faktike dhe institucionale, edhe degradimi personal. Për shembull, nëse një fëmijë ose një student e krijon qasjen e tij, se ai duhet këto thotë përballet të shkollohet, të përgatitet në aspektin institucional. Dhe nga ana tjetër shohim se një diplom pa akredituar subjektet politike s'ka vlerë. Ne kemi shumë studentë, shumë fëmijë tanë që janë larguar pikërisht sepse nuk kanë pasur mundësi ose nuk kanë dashur që të akreditojnë diplomat në subjektet politike dhe nuk e lënë atë kategorinë neutrale, dhe kjo është zhvillësimi dhe humbja e dignitetit personal. Këtu i kemi ne të vetmet që përmenda dhe në fillim se nuk lejohet mësuesit, nuk lejohet pedagogut, nuk lejohet institucioneve që të kenë hapësirë kreative. Këto janë vetëm institucione që godasin nëse dikush mund bëjë diçka më shumë apo më pak. Nuk janë të hapura për hapësirë individuale dhe mospasja e garës individuale, kjo irriton. Pastaj kemi problemet të familjeve në nivelin e varfërisë, bëhet fjalë se prej këtu fillojnë ato depersonalizimi, që më thonë nuk lejohet që të respektohet që e drejtë, sepse ne shohim për shembull nëse një student interpret studimet, vazhdon jashtë, menjëherë ose do gjendet ose me gjuhë tuaj ose kështu me radhë, mirë po është pjesë e strategjisë, cilat janë shkaqet e ikjes. Shkaqet e ikjes është degradimi personal. Kjo është e para, për arsye se individëve dhe të rinjve nuk u jepet hapësirë për të realizuar planet e tyre dhe për të kontribuar ose ndihmuar në vendin ose në institucionin ku punojnë dhe veprojnë ata. Dhe kjo është një nga pengesat bazë. E dita është varfëria. Çfarë nuk kuptojmë me varfërinë ose gjendjen e ulët të ardhurave në familje? Shpeshherë ndodh që kemi një të punësuar në familje, dhe ajo familje nuk mund të furnizojë interesat e familjes. Pastaj kemi me ditë të punësuar, po ashtu çështja e nivelit të arsimimit është shumë më e lartë, shumë më e kushtueshme. Po ashtu pjesa e dytë që e ngërthen këtë problem që nuk le hapësirë, Maqedonia është i vetmi shtet që borxhin publik e ka shumë të lartë. Dhe borxhi publik, ju do të shihni, unë kisha një ide një herë tash, ka mundësi ti trajtoj mësuesët mirë. Çdo ditë mësues është me kredi. Çdo i treti profesor është me kredi. Që nuk kupton me kredi.
marrën kredi për zhvillim ekonomik ose zhvillime tjera. Thjesht janë kredi mbijetese, kredi harxhues. Dhe kur kemi kështu përplasje, kështu situata, kemi dhe ngrinje. Ju do shihni në familje pse ndodhin shpeshherë edhe të rinjt, edhe të grupet e tjera ka një lloj dhune që është në rritje, është në përshkolla, këtë është gjenetika ose baza, etiologjia e problemeve është kur individi nuk ka hapësirë për të kreu ose për të motivu që t'jap kontributin e tij dhe dijen e tij në hapësirën e vet. Dhe tash kur dalin jashtë, gjithë të njerëz janë të suksesshëm. Ne shohim kemi edhe shumë studentë. Edhe brenda viteve kur kanë ikur, edhe pas viteve kur kanë ikur, edhe venimeve të tjera, mirë po ne nuk gjejmë formën dhe mënyrën. Unë tregoj se ja për shembull unë kisha një ide për shembull të universitetit jon, që të themelohet edhe Akademia Ushtarake Shkencore, me të cilën mundemi që të krijojmë, ide që të bëjmë pusimin e studentëve. Ne kemi për shembull çështjen e studimeve të informatikës, kemi të sigurisë, jemi pjesë e NATO-s, t'i ofrojmë çështjeve. Kjo është mungesa me të cilën individet ose punonjësit nuk përplasin ose nuk i bashkojnë idetë për të shpëtuar nga kjo që është pjesa agresive, ikjes masive, shpopullimit, dhe unë prandaj besoj që të paktën që mund të bëjë shteti në këtë rast, të ndihmohen administratorët, sepse një pjesë administratës janë në kredi, të ndihmohen pjesë e mësuesve dhe të organizohemi ne edhe si institucione edhe çështjeve tjera, ju patë se gjitha faktorit ndërkombëtar që jep mjetet, ja për këtë projektin kundër varfërisë që është bërë prej vitit 2020-2021 këndej, deri vitin 2030, ne nuk kemi asnjë projekt, nuk kemi konkuru në nivelin evropian për zbutjen e këtyre çështjeve. Pra nuk kemi bashkëpunim se si mundemi se këto mjete ne mund t'i marrim kur pahet se asnjë projekt ne nuk e shfrytëzojmë si qytetar. Dhe prandaj duhet edhe Bashkimi Evropian, duke ditur se borxh ka shteti publik dhe gjithë ato mjete, po që shpërdoren në forma të caktuara, të gjej forma që të jepet drejt për së drejti në ide individëve ose shoqatave të caktuara që të zhvillojmë dhe të minimizojmë varfërinë dhe dhunën që aktualisht është e shprehur në institucion. Kisha profesor edhe një pyetje për në fund ajo çështja e korrupsionit. Siç e dim te ne, korrupsioni domethënë është i pranishëm ndoshta që nga themelimi i Maqedonisë, duke filluar nga procedura e privatizimit e tutje, dhe që pastaj lidhet edhe me këtë besueshmërinë në gjykata që është diku që është 2%. Pse është kaq e ulët kjo përqindja besueshmërisë në gjyqësorin? Unë do ta marr vetëm ne patonu përgatitur me shumë hulumtime në këtë çështje, po ja çu do t'i ndaj vetëm disa nga këto segmentet e një thënjes së bukur të një qytetarit që thotë kështu, thotë në Maqedoni përveç eurës dhe vdekjes nuk të merr në dorë njeriu apo institucion. Pra korrupsioni rreth nga fjala latine corrumpere, që do të thotë shkatron, rrënon gjithçka që është në interesin publik. Dhe sidomos kohëve të fundit, unë kam punuar rreth 11 vite në gjykatën e Tetovës, edhe vazhdimisht ose konsultohen njerëzit ose rrethejnë pa drejtësi. Ajo që ka qenë fillim në atë kohë, më thënë korrupsioni ishte në nivelin më të ulët, edhe shpeshherë ndodhte që shërbimet të jenë edhe më të caktuara, ishte një lloj administrate centralizuar, edhe ajo insistonte, sepse shihni ju, çdo shërbim që bëhet në administratë ne jemi taksopagues të rregullt për t'i marrë shërbimin. Po pikërisht janë ata të cilët unë kam bërë një studim ose ulumtim për krimin dhe korrupsionin, sepse unë përmenda në fillim se i vetmi vend ku krimi dhe korrupsioni golltiti prokurorinë speciale është Maqedonia, dhe kjo humbja e besimit në faktorin ndërkombëtar pikërisht shkon dhe shtyt dhe akoma më shumë e fut borxhe publike shtetin, dhe ne kemi krim dhe korrupsion institucional, nuk kemi individual. Krimi institucional dhe kolektiv është jashtëzakonisht i lartë, por nuk e bëjnë gjithë ato. Ju do të shihni në gjitha institucionet. Shkojnë nëpër gjykatë. Ditët e gjykatës ka që e shesin drejtësinë. Në gjitha institucionet 4-5 vjet janë që pengojnë, i dimë ne gjithë ato kush janë. Mirë pa ata janë më të fuqishëm. Dhe kjo është problemi kur individi del mbi institucionin, është korrupsion. Pra korrupsioni është edhe pasiv,
edhe aktiv. Ju shihni tash, pse fillim thash unë nuk kemi shtet, po kemi një administrat ku ndodh dhe fiton vetëm i madh. Çdo punë që e bën, insistojnë nëpërmjet shërbimit administrativ dhe nga ana tjetër pa e gjetë mikun, pa e gjetë individin, ose çdo prind bën përpjekje për fëmijën e vet të insistoj, këto humbet edhe pjesa dhe e kriminalizon komplet edhe jetën tonë të përditshme. Shohim në gjobat që si vijnë, mënyra e të arriturave, prandaj krimi dhe korrupsioni është një nga problemet bazë, ajo shkatëron, rënon gjithçka që është individuale. Ne kemi marrje licencave, ka vlera të caktuara, marrje drejtësisë, akt gjykimeve, akt vendimeve, jo të gjithë, mirë po nuk detektohet. Dhe mos detektimi ose fsheja, mbajtja peng e këtyre individëve që përfitojnë në emër të subjekteve, në emër të caktuar, vetëm marr një rast, për shembull, një shkollë që bën një garë matematikore mbajnë me laps. Pse do një mësues ka dësht fëmijën e vet të marrë vendin e parë ose vendin e dytë, kuptoni? Sa në gjitha institucionet ka kështu rast. Sa shumë ka degraduar kjo. Po kjo bëhet sepse insiston prindi ose punonësi në administratë që është, ose rastet të caktuara, gjithmonë pretendohet të çështja e një të arriture në rrugën sa më lehtë sa më shpejt. Dhe tash e kemi krijuar ne gjithë edhe të të rinjt, edhe të nën përgjithësi, se themi sa më shpejt, sa më lehtë vim deri te paraja. Ardha sa më lehtë, sa më shpejt deri paraja është krim dhe kriminalitet. Unë prandaj edhe kemi shumë vështirë edhe si t'i udhëzojmë student. Unë prandaj them paraja do të jetë mjet që t'i shërbej jetës së njeriu, jo jetën t'japëm për para. Dhe kjo gara shpeshherë krijon, ne kemi për shembull institucione, kemi me vetura student vinë kështu me radhë. Është një luks i papar, duke filluar nga dasmë ose çështje të tjera. Nuk kemi një koordinim se si ne dhe çfarë na duhet bëjmë. Sikur që nuk e ka politika pikët e vet strategjike, ashtu edhe ne si qytetarë pasandaj gjendemi pa pasur mundësi ose kështu me radhë. Profesor, unë ju falenderoj për kohën që ndat për të qenë pjesë e misionit tonë dhe ju falenderoj për këtë bisedë kaq të hapur dhe të sinqertë. Ju falenderit. Unë ju dëshiroj sukses. Shpresojmë të ardhmen të shihemi, t'i kapim edhe pjesët e ulumtimeve të faktizuara, edhe pse kemi ne gjitha këto, ju dëshiroj suksese, sepse unë nuk e shoh këtë si një intervistë, por thjesht është shkencë dhe politika në Maqedoni ka nevojë të ushqehet dhe mbështetet në shkencë. Prandaj ju falenderoj juve dhe ju dëshiroj suksese më të larta, sepse unë kam bindje për mediat në Maqedoni, kam vlerësim pozitiv për gjithë dhe ju përgëzoj në punën tuaj. Faleminderit.